Gazetari Ben Andoni ka komentuar zhvillimet e fundit politike në rajon, duke u ndalur veçanërisht te raportet mes Shqipërisë dhe Serbisë, situata në Kosovë dhe sfidat demokratike brenda vendit. Në analizën e tij, Andoni ngriti shqetësime mbi afrimin e Tiranës me Beogradin në një kohë kur sipas tij Serbia po ndjek një linjë gjithnjë dhe më agresive dhe destabilizuese në Ballkan. Ai kritikoi hapur nismat e përbashkëta me presidentin serb Aleksandar Vučić, duke theksuar se anashkalimi i Kosovës në këto procese është i papranueshëm dhe potencialisht i rrezikshëm për balancat në rajon. Sipas tij, retorika dhe veprimet e fundit të Serbisë tregojnë një tendencë për të krijuar tensione artificiale që mund të përshkallëzohen nëse dobësohet prania ndërkombëtare në Kosovë. Duke ju referuar zhvillimeve të sigurisë, ai paralajmëroi se çdo reduktim i forcave ndërkombëtare në Kosovë mund ta ekspozojë vendin ndaj presioneve të vazhdueshme nga Serbia. Në këtë kontekst, Andoni përmendi edhe elemente të lidhur me grupet e armatosura në veri, duke i cilësuar si sinjale alarmi për një strategji më të gjerë destabilizimi. Në planin e brendshëm, gazetari u ndal dhe te situata politike në Shqipëri, ku theksoi se vendi po përballet me një rrezik të theksuar të deformimit demokratik. Ai vlerësoi se qeverisja ka marrë tipare autokratike, ndërsa përgjegjësia nuk bie vetëm mbi individ, por edhe mbi shoqërinë që sipas tij shpesh toleron apo ushqen këto fenomene. Andoni bëri thirrje për një reagim më të fortë nga institucionet, elitat dhe qytetarët, duke nënvizuar nevojën për zgjedhje të reja, reforma reale dhe respektim të ligjit nga partitë politike. Ai theksoi se Shqipëria ka potencialin për të integruar denjësisht në Bashkimin Evropian, ashtu si dhe vende të tjera që kanë kaluar sfida të ngjashme, por kjo kërkon sipas tij standarde më të forta demokratike dhe vullnet të qartë politik.